në ditën ndërkombëtare të gruas, flasim për drejtësi të barabartë, jo si një parim abstrakt, por si një përgjegjësi e Republikës së Kosovës. Do të thotë që dhuna në familje dhe diskriminimi nuk tolerohen, justifikohen ose fshihen, por ndiqen penalisht dhe parandalohen. Do të thotë që çdo vajzë dhe grua në Kosovë ka qasje të barabartë në arsim dhe mundësi cilësore për jetë dhe karrierë. Drejtësia e barabartë do të thotë që gratë nuk janë vetëm votuese, por edhe vendimmarrës. Do të thotë përfaqësimi barabartë në politik, leadership, në institucione publike dhe pjesëmarrje kuptimplote në formësimin e së ardhmes së vendit tonë. Sepse një demokraci nuk mund të jetë e fortë nëse gjysma e popullsisë së saj është e nënpërfaqësuar. Do të thotë tolerancë zero për dhunë me bazë gjinore, jo vetëm deklarata, por urdhra mbrojtjes zbatuara, autorët e dhunës mbahen përgjegjës, të mbjetuarat mbështetura me ndihmë ligjore të qasshme dhe strehimore me mundësi ekonomike.